Biznesi ka përcen limitet kur guximi është bashkëshoqërues në rrugtim. Në trojet shqiptare ka shumë të rinj të cilët kanë treguar se mund t'ia dalin të ndërtojnë një biznes nga zero dhe ta kthejnë atë në lider. Pasi përfundon studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, Ardian Plana do të ishte udhëheqës i zyrës së tij ligjore dhe jo vetëm. Me biznes ai ka filluar të merret qysh prej moshës 14 vjeçare, kur gjithçka e nisi me shitblerjen e produkteve të ndryshme me fokus kryesisht produkte teknologjike. Rrugtimi dhe përfshirja në biznes ka filluar sigurisht edhe nga nevoja personale, por edhe nga nevoja duke parë edhe kërkesat e klientëve dhe nevojën e blerësve për produktet e cilat për kohën flasim para 5 ose para 7 vitesh nuk kanë qenë në treg, pra kemi pasur gjithmonë tendencat për të sjellë produktet cilat kanë qenë të nevojshme në treg dhe kanë qenë produkte inovative dhe sot sjellim produkte cilat janë inovative dhe cilat janë të nevojshme dhe ka kërkesë për këto produkte si në tregun e Kosovës, ashtu edhe në tregun e Shqipërisë. Sfidat në themelimin dhe vazhdimin e biznesit të tij kanë qenë të pranishme dhe të shumta, por sot duket që gjithçka ja ka vlerëtur për të arritur këtë sukses. Mund të them se ka sfida të ndryshme, sfidat janë të panumërta, si në zhvillimin e biznesit nga themelimi, ashtu edhe gjatë zhvillimit të biznesit në etapa të ndryshme. Si sfida kryesore ose sfida më të mëdha mund të themi se kanë qenë sfidat financiare, për cilat edhe ja kemi dalur. Gjithmonë kam tentuar që të mos i shfrytëzojmë financat bankare, personalisht gjithmonë dhe në tërësi do të kam shfrytëzuar vetëm burimet e tjera, pa përfshirë asnjëherë financat ose ndihmesën nga bankat ose nga institucionet financiare apo qoftë edhe qeveritare. Pra kjo mendoj se ka qenë njëra ndër sfidat kryesore, pra edhe është sfidë e çdo biznesi. Megjithatë, me punën e vazhdueshme, me rritjen e kapitalit edhe kemi pasur qasje dhe mundësi për ta zgjeruar biznesin edhe për të hapur edhe deg të tjera dhe për të menduar edhe për investime të ndryshme. Ashtu si në çdo rrugtim tjetër, jo të gjitha vitet janë të suksesshme dhe me prurje në biznes. Ndaj vitit 2017 për të ishte viti i kthesës së duhur. Ai zgjeroi njësër mundësish në Dubai dhe Kinë, të cilat i hapën rrugën mundësive të reja për të ngritur biznesin. Do të ishin vizitat në panajire të ndryshme, takime me prodhues, fabrika dhe agjenci globale të cilat i ndriçuan edhe më tej rrugtimin. Si moment i rëndësishëm ka qenë themelimi i biznesit aktual prej fillimit, kur vetëm e kemi themeluar si koncept të ri, i cili ekziston mund të themi me bindje të plotë se është një koncept i cili nuk është kopje ndonjë koncept ose ndonjë biznesi tjetër, është ide origjinale, është duke filluar nga emri, nga produktet, nga mënyra organizimit e funksionimit dhe mënyra e qasjes me klientët dhe me tregun, me produktet dhe të tjera. Pra, kjo ka qenë si themi momenti ose suksesi, një ndër sukseset më të mëdha në karrierë dhe suksesi i dytë ka qenë para 2 vitesh themelimi i kompanisë avokaturës, me cilën edhe merremi me çështje dhe problematika të ndryshme edhe nga fusha komerciale, po edhe nga fusha civile, drejta biznesore dhe çështjet e tjera.